Yasir Hasani ka qenë në qendër të zërave të Mercatos gjatë këtyre javëve në Korenë e Jugut, teksa diskutohej transferimi i tij në futbollin japonez, por ndërkohë kjo nuk ka shkëputur vëmendjen e sulmuesit të kombëtares nga fusha e lojës me skuadrën e Gwangju. Futbollisti ka gjetur dje rrugën e rrjetës në ndeshjen ndaj pretendentëve për titullin të Daejeon, duke u konfirmuar përsëri me semrave më cilësor në futbollin koreano-jugor. Në minutën e 56 ai nisi dhe më pas finalizoi saktësisht një zbritje të shpejtë të skuadrës së tij, duke u dhënë avantazhin e përkohshëm 1-0. Ky ishte goli i 5 në këtë sezon për Hasanin, i cili ka luajtur në 17 ndeshje me fanellën e klubit të tij, ku mbetet një nga lojtarët më vendimtar në fazën ofensive të skuadrës, që ka shënuar vetëm 20 gola deri tani. Edhe goli i 20 mbante firmën e Hasanit, pasi ishte pikërisht sulmuesi shqiptar ai që dha asistin perfekt për shokun e skuadrës.